Allahun e falenderojmë, salavat dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke pasur parasysh vështirësinë e numrit të madh të fëmijëve që e kanë për të folur dhe duke pasur parasysh shqetësimin e madh e prindërve që janë sprovuar me këtë sprovë, po gjithashtu edhe kërkesat dhe ankesat e prindërve, ne dua përcjellim një porosi, një mesazh, një mundësi, një vepër për përputhshmëri me Kur'anin, Sunetin, që t'u abojnë prindërit fëmijëve të tyre, ose çdo i afërt mund t'ia bëjë fëmijët i cili fëmijë është provuar me këtë provë. Gishtin e dorës së djathtë, pra gishtin e dorës së djathtë o vendoni të gjua dhe u recitoni këto ajete. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani wahlul 'uqdatan min lisani واحلل عقدة من لساني 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 يفقه قولي. Pra, te kjo ajet, fjalën wahlul uqdatan min lisani e përsëritni 7 herë. Lutja e Musait alayhis salam, e tha o Zoti im, zgjeroj gjoksin tim, lehtësoje punën time, zgjidh njën e gjuhës time që të kuptohet fjala ime. Pastaj ajetin tjetër, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay. 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 Pra 7 herë. Edhe këtë ajet 7 herë dhe thanë na bëri që të flasim Allahu ai cili ja mundson e bën çdo gjë që të flasë. Pra Allahu është ai i cili jep yzën, jep leje dhe ja mundson fëmijët që të flasë, i cili deri tash e ka pas këtë vështirësi dhe nuk mund që të flasë. Dhe në fund gjithashtu 7 herë surën Falak, duke e mbajtur gishtin e dorës së djathtë të gjuha e tyre, në surën Falak 7 herë. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Edhe këtë sure u përsëritni 7 herë me lejet Allahut subhanahu wa taala, duke pasur parasysh se Allahu është shëruesi dhe ndurt atij është shërimi dhe çdo kush mund të jetë vetëm sebeb, por sebepi shkaku të jetë përputhshmëri me Kur'anin dhe me Sunetin, don Allahu ja lehtëson çdo fëmijë që të fillon të flasë dhe t'u lehtëson këtë vështirësi. Allahu lutet ne i pranoft sinqeritet në fjalën e vepra, Allahu na dhasht.